dy flisni për takimin me zotin Thaçi. Do ju kërkoja të lexonit me mendje këtë takim. Përgjigje. E keni fjalën për paragrafin 22, pyetje po. Përgjigje. Më lejoni të them shkurtimisht që mua më kërkuaj që të shkoja në bisedat në Rambuje, sepse në qoftë se do shkoja atje, mendoja që mund të bindja serbët që të pranonin marrëveshjen. Pra, marrëveshja që në shkruan në Rambuje ishte pak a shumë e njëjta, ndishte të njëjtën logjikë të marrëveshjes që ne kishim hartuar në Bosnjë. Do të thënë me fjalë të tjera, ishte një thirrje e NATO-s e Kombeve të Bashkuara për të ndaluar dhunën. Do të thënë nuk është se kishte një plan tjetër më të elaboruar, por thjesht ishte një plan që të kthenin paqen, të ndalonin dhunën. Unë mendova se mund të shkoja në këto biseda, por nuk u lejoj që të shkoja atje. Më në fund, mua mu lejua që të shkoja dhe të takohesha me shqiptarë të UÇK-s, do të thënë delegacionin shqiptarë të UÇK-s. Kjo ka ndodhur në fundin e seancës së parë të bisedave të paqes në Rambuje. E di që kam fluturuar atje dhe ju tregova antarëve të delegacionit shqiptar të UÇK se çfarë plani kishte NATO-ja, ju thash që ne sa për të largohen dhe ju tregova atyre se cili ishte qëndrimi ynë. Ndërkohë, pas disa ditësh, ata, pra delegacioni shqiptar e pranoi propozimin dhe serbët nuk e pranuan. Dhe kjo për ne ishte një pas për filluar diçka. U takova me zotin Thaçi një herë të dytë, përpara se sa filluan fushatat bombarduese, nëse nuk e kam gabim. You know, he was just one. Ai ishte një prej personave atje. Ishte personi më me autoritet, ishte më i riu, ishte më bindësi. Pra ishte personi që ishte i veshur më mirë, i kishte flokët në mënyrë më të përshtatshme, me që kuptova unë ai jetonte në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Unë ndërkohë kurse fliste shumë gjermanisht, që ishte pak e vështirë që të komunikonin me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandanti ushtarak. Pyetje. Ju në paragrafi 23 deklaratës tonë që ju arritet në përfundimi që nuk ishte komandanti ushtarak, sepse ai nuk ju ndihmoi për të identifikuar objektiva dhe që nuk e kishte fare idenë ose kuptim bazik të operacioneve ushtarake apo jo. Përgjigjja është e saktë. Kur takova me të herën e tretë, unë kërkova ndihmë, po nuk morëm asnjë ndihmë se nuk e kishte idenë fare se çfarë po ndodhte. Edhe unë i thash, domethënë, çfarë po ndodh? Se problemi që kisha unë si komandant ishte që ne nuk kishim një forcë në teren, kështu që ne do të mbështeteshim vetëm thjesht në fushatat ajrore. Donim që të mos sulmonim objektivat civile, por donim vetëm thjesht që të ndërhynim në forcat ushtarake në teren. Dhe pyetja që i bëra unë është, ku janë ata, ku jeni ju, pra çfarë duhet të sulmoj unë, cilat janë objektivat e mi. Ndërkohë, përgjigjja që mora prej tij ishte asgjë. Pyetja, faleminderit general. Në paragrafet 24 dhe 25 të deklaratës tuaj, ju thoni se nuk besoni që UÇK-ja kishte ndonjë strukturë kontrolli dhe komande funksionuese. Pyetja që kam për ju është kjo. Cila është dallimi ndërmjet kontrollit dhe komandës? Përgjigje. Ne gjithmonë themi komandë dhe kontroll, sepse komanda është kompetenca, autoriteti, por kontrolli është mënyra për ta mbikëqyrur atë, për të përgjigjur dhe situatës, për ta korrigjuar atë, për të udhëzuar atë dhe për të ndjekur hapat. Me aq sa pam, ne nuk ishte asnjë prej këtyre elementeve. Ne kishim disa vëzhgues në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe ndonjëherë ata më thonin që mundoheshin që të mblitin informacion. Këtu e kam fjalën për persona që i përkisnin forcave speciale të Shteteve Bashkuara, po as ata nuk patën mundësi që të mblidhin informacion besueshëm. Ishte e qartë
që bëj fjalë për grupet pavarura, ishin grupe të cilët ishin të motivuara, ishin duke luftuar, ndonjëherë ata kapnin dikë, për shembull në një pikë ata kapën një rus, unë thashë nuk është se jam interesuar për këtë gjë. Domethënë me fjalë të tjera nuk kishte mënyra komunikimi, ishin thjesht njerëz të vetë organizuara. Unë nuk kisha asnjë dyshim që ushtria serbe ishte e friksuar prej tyre, por nga ana tjetër sa i takon komandos dhe kontrollet ose sa i takon një forcë të koordinuar, asnjëra për tyre nuk ekzistonte, të paktën jo sipas mendimit tim, me aq sa kam parë unë. Pyetja, general, a jeni munduar ndonjëherë që të eksploroni mundësitë që të mbështeteshit në UÇK-n si një formë trupash në terren? Përgjigje, jemi përpjekur. Këtë doja unë, do të thënë ishte shumë e rëndësishme për neve që të mbështeteshim diku në mënyrë të tillë që të mos bënim gabime. Për shembull, në një rast kemi identifikuar disa automjete serbe rreth një ndërtese që dukej sikur ishte një seri ose një shtab. Ishin automjete që ishin rreth i qark kësaj ndërtese, kishte antena në godinë, kishte komunikime. Dhe persona që punonin për inteligjencën e identifikuan atë si një godinë serbe. Dhe u godit, dhe pastaj doli që s'ishte fare godinë serbe. Por serbët aty kishin vendosur shqiptar dhe ajo ishte një godinë në të cilën ekzistonte një zonë ku ishin të ndaluar shqiptarë, që serbët kishin futur shqiptarët aty për të ndaluar. Dhe ishte një incident i tmerrshëm. Dhe unë dhe njerëzit e mi vërtet unë ndjem shumë keq kur zbuluam se çfarë kishte ndodhur në realitet. Domethënë, ky është një shembull për të ilustruar juve që ne nuk kishim asnjë lloj informacioni lidhur me atë se çfarë po ndodhte në terren. Pyetje, faleminderit. Do i kërkoja sekretarit paraqesin në ekran provën 1D00102. Përgjigje, ju lutem flisni pak me zë më të lartë. Nisërisht po flisem me sekretarin për këndjes general.